Hello, përshëndetje. Mirë mbrëma i bro. A jemi gati për 2 emra 2 arsye? Gati jena. Hajde, shkojmë. Nominimet e mia të para janë Toni dhe Bia. Për vetëm në arsyene që veç pedi që s'ka buka tu kur gjë, po dhe prapë vazhdojnë se t'ju pëlqen vëmendja. Faleminderit. Faleminderit për juve. Eliona në dhomën e refimeve. Përshëndetje, Eliona. Përshëndetje. Këto janë nominimet e tua të para. Cilat janë 2 emra të banorëve dhe 2 arsye që i çon në nominim? S'po di falloj, as s'kam me zgjedh, më fal. Nuk e ke mendu? Jo. Atë Jo tani. më po s'po gjej, s'po di. Po ndina shumë siklet tani. Ja, na duhen 2 emra, Eliona. Okej, atëherë... Po problemi është edhe arsyeja, tash hecë gjoj arsye. Po i shife dikush si ka qenë, tash nuk di unë çfarë arsye me t'i jap sepse ti duhet t'i japësh emrat dhe arsyet. Po Atëherë mendoj që kom intuit. personin e parë që e kisha nominu është kon shkurta, jo për mënyrën se si më ka fol, ose për se e kuptoj, nashti me të vërtet u prek, prej asaj gjëje, po nuk u kun do me thonë u tregu shumë e lek, mas rëfimit u kun e vetëmja që së ardhë me më full bashkë me Najlirin. Edhe ajo dhe qysh më ka prejk, sinqerisht. U tregu shumë e dot edhe ju njerëzore. Nuk e kom prit për saj. Po e bashka gjiti pra edhe Najlirin që aty më nësime për veç. Me çfarë arsye? Me të njëjtën arsye edhe ai nuk u kun në gjenje më qumë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve, ju dua. Mirë, me kaq, do t'i mbyllim për momentin nominimet për të vazhduar me pjesën tjetër më pas. Më dëgjoni banor? Përpara se të kalojmë në një tjetër çështje, do doja pak të pyesja Ibro, në vura re teksa erdhi në dhomën e rrëfimit, tek xhaketa jote Ibro shkruan diçka mbrapa, lexova vajzat dhe pjesën tjetër se kuptova. Çfarë është? Vajza e klubeve të natës. Është teksti si në Vllazaliut. A të pëlqen ajo këngë? Po. A din me kënu? A din tekstin? Po nesër se kjo frazë e shkurt. Si vajzë e